Mirë mëngjes një shpirta në evolucion. Sot do fillojmë të lexojmë ushtrimet e mëngjesit nga Agenda Magjike, udhëzimi I zhvillimit personal, që sapo ka dalë nga rafti magjik në Tiranë. Janë të gjitha ushtrimet që bëj unë si terapiste çdo mëngjes për balancim të kimikateve në trupin tonë, duke I bërë në anën energjike dhe pastrimin e energjisë negative. Për më tepër mund të porosisni dhe mund të merrni agjendën magjike, udhëzuesin e zhvillimit personal që ta keni në shtëpinë tuaj. Dhe këtu mund të shikoni që kushton vetëm 12 euro ose 1200 lekë të reja shqiptare. Dhe është nga rafti magjik. Në qoftë se dëshironi të mësoni ku mund ta gjeni në Tiranë te Pallati me Shigjeta te Libraria e Raftit Magjik, në Kosovë tek Libraria Bozuki në Prishtinë, dhe kudo që jeni në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, duke e porositur nga rafti magjik në ndërmjet Instagramit dhe faqes të tyre elektronike, dhe do t'ju dërgohet kudo që jeni. Mirë se erdhët, dhe fillojmë të bëjmë ushtrime si të fillojmë ditën. Çdo mëngjes sapo jemi ngritur, ashtu si dhe unë tani, nga krevati ose sapo kemi vënë këmbët në tokë, fillojmë me falenderimin, mirënjohjen e universit të Zotit kudo që beson. Faleminderit o Zot që u zgjova dhe mu bë dhuratë akoma dhe një ditë jetese. Faleminderit që fjalët që përdor janë të thjeshta. Faleminderit o Zot me këtë Zot beson ti dhe tek vetja jote, akoma dhe në univers, që më dhurove këtë ditë sot. Jam mirënjohës tek ty o Zot dhe të vetja ime për gjithçka që më është dhuruar deri tani dhe gjithçka e bukur që kam përpara jetës tim. Filloj me ushtrimin e parë që bëjmë pastrimin nga energjitë negative dhe më të rëndësishmin. 3 shumëzim 0. Kjo nënkupton shumëzimin e numrit 3 me numrin 0, që do të thotë se prodhimi del 0 dhe simbolizon anullimin e plot. Këtu ti do vesh emrin tënd. Unë Merita Cake, mohoj dhe anulloj çdo lloj energjie negative apo tuaj që kam mbi veten dhe rreth meje. Lejoj vetëm dritën hyjnore që vjen drejt për drejt nga burimi I Zotit të pandryshueshëm. Faleminderit. Këtë ushtrim e përdorim në mëngjes dhe në darkë para se të flejmë, si dhe çdo herë kur ndjem lodhje, dhimbje koke ose diskomfort. Ai ndihmon në pastrimin e energjive negative që mund të na kenë ardhur nga të tjerët, përfshill mallkime, sy të keq, magji ose zili. Gjatë bërjes të këtij ushtrimi mund të ndjeni një dridhje në trup ose një ndjesim pirje të lehtë, një shenjë që tregon se energjia negative që keni pasur po largoheni. Nëse s'ndjeni asgjë, është okay. Ky është një ushtrim I thjeshtë por me fuqi të madhe. Kur ta provoni do shihni rezultatet më njëherë dhe do ndiheni më mirë dhe të rikuperoheni qetësinë. Përveç se largon energjinë negative, ky ushtrim ju mbron dhe nga ato në të ardhmen. Në mbrëmje para se të flini, ushtrimi ndihmon të largojnë energjitë e ditës që keni kaluar me njerëz të ndryshëm dhe ju ndihmon të flini të qetë. Ju këshilloj vetëm ta provoni. Në një video tjetër do bëjmë dhe ushtrimin e dytë që bëjmë çdo ditë. Ju uroj të keni një ditë të bukur dhe gjithë mirësi.